Besimtari pasi u përgjigj mohuesit në lidhje me mohimin e ditës së ringjalljes, i përgjigjet atij edhe në lidhje me mburrjen që ai shfaqi dhe i thot: "In tarani ana aqall minka malan wa walada fa'asa rabbi an yu'tiyani khayran min jannatik", që do të thot: ti nëse më sheh se un kam më pak pasuri dhe fëmijë se sa ti, atëherë unë shpresoj prej Allahut Madhëruar të më jap mirësi më të mëdha se sa kopshti yt. Thonë komentues të Kuranit se këtu përfshihet përgjigjja e besimtarit ndaj mburrjes së mohuesit, dhe se duke qenë se mburrja e tij ishte në nënçmim edhe për besimtarin edhe për besimin që ai mbante, atëherë kjo gjë kërkonte prej tij një reagim të veçantë, dhe nga ky reagim përfitohen dy dobi. E para prej tyre, kujtimi i mohuesve me rregullin e ndryshimit të gjendjeve që funksionon në këtë botë, në botën e sprovës, siç ka thënë Allahu Madhëruar: "Tilkal ayyamu nudawiluha bayna an-nas", këto janë ditët që ne i ndrojmë mes njerëzve, që do të thotë se fitoria, humbja, gëzimi, hidhërimi, lehtësimi, vështirësia janë gjendje të ndryshueshme, dhe se nëse sot dikush i ka ato, nesër i ka tjetri dhe kështu me radhë. Prandaj mirësitë e Allahut nëse nuk falenderohen, atëherë ato janë të ndryshueshme në mesin e njerëzve në botën e sprovës. E dyta, përçmimi i jo besimtarëve nuk e dobëson besimtarin në besimin e tij, përkundrazi ai shton sigurinë tek Allahu Zoti i botëve, siç bëri ky besimtar. Mohuesi u mundua që ta dobësonte atë në besimin e tij, duke i kujtuar se kishte më pak pasuri dhe fëmijë se sa ai, mirë po besimtari i shfaqi atij një deklarat me plot siguri dhe me plot bindje tek Allahu Madhëruar, dhe i tha: unë shpresoj prej Allahut të më jap diçka më të madhe dhe më të vlefshme se sa kopshti yt.